600 krerë bagëtia e imët ka ngordhur nga murtaja dhe janë zgjësuar në 3 vatra të kësaj sëmundje në qarkun Dibër. Bëhet fjalë për vatrat e shfaqura në Kastriot të Dibrës dhe 2 vatra të tjera në Martanesh të Bulqizës. Sipas specialistëve të veterinarisë së qarkut Dibër, për momentin këto vatra janë izoluar pasi është kryer i gjithë procesi i nevojshëm që të mos ketë përhapje të mëtejshme të sëmundjes së rëndë. Ata shtuan se pjesa më e madhe e kafshëve të infektuara kanë qenë dele, ndërsa pjesa tjetër janë dhij. Ndërkohë, dëmi ekonomik për fermerët e prekur nga kjo sëmundje është shumë i madh, teksa pritet që me vendim të Këshillit të Ministrave të miratohet edhe dëmshpërblimi për to. Nga ana tjetër, deri tani vetëm bashkitë Mate Klos kanë mbetur pa u infektuar nga kjo sëmundje e rëndë, e cila prek kryesisht te bagëtinë e imët. Në këto 2 bashki nuk ka ende asnjë raportim nga fermerët që mund të jenë shfaqur sëmundja e murtajës, megjithatë autoritetet apelojnë fermerët të tregojnë vigjilent dhe nëse shohin shenja të njoftojnë menjëherë.